Sukses. Shëndet dhe suksese. Në fillim të mandatit kryetar, si jam bo kryetar, këmë thonë, dashur shtetar të Rizajt, unë kam ju bezdis, unë kam ju bote lashe, unë kam ju punu. Sa për me të informu kryetar, Rizaj është jeti dytë për nga zhvillimi ekonomik sot, mes 15 dhe 20% marësisht vit pas viti, kontribuan në buxhetin e Republikës Kosovës. Kjo ishte edhe një prej arsyeve pse erdha me u taku. Nëse Ferizaj mundesh të zhvillohet as shpejt, mundemi edhe ne. Për shkak këtyre nënkalimeve që i kemi ndërtu këtu, për shkak se është një prej projekteve kryesore që parashohen në atë vizionin tim për Çajirin, është nënkalim nën sheshin Liria të një qafe ngushtë që ngulfat jetën atje në Çajir. Çajiri është vetmja komunë urbane që me shumicë shqiptare. Është në qendër, bashkë me komunën në qendër janë dyjat qendra e Shkupit. Dallimi në çdo parametër ndërmjet komunës Çajir dhe komunës qendër është i jashtëzakonshëm. E prandaj vjen mirë që Ferizaj është bë inspirim edhe për ne atje, po ajo më e rëndësishmja që e the ta them atë barierën mentale se ne nuk mundemi të bëjmë projekte të mëdha. Si të thehet ajo, pastaj çdo gjë duket më e lehtë. Dikush duhet të jetë ai që e thën okullin i pari. Ja që mund bëhet. Ne këto vepra i shohim kudo ku dalim jashtë vendit dhe i shohim pastaj të pamundura të bëhen tani. Vetëm duhet zgjedhur njerëzit të duhur që i bëjnë, do po besoj që zgjedhja e duhur për ty kryetar komune do ta mësoj që pikërisht këto projekte të realizohen edhe në Çajir, sepse shoh Çajirin që është i ngulfatur dhe duhet zhvillohet dhe mbi gjitha duhet të transformohet sepse është transformim shumë dimensional. Jam i bindur që Çajiri do të transformohet. Dhe do të shohim një Çajir konkurrent dhe modern në raport edhe me qytetet tjera që në pjesë e Shkupit. Unë kam pas një ekip kryetar jashtë ekipit politik. Gjitha këto projekte duke përfshirë në kalimet i kam të dizajnuara për tyre, sepse gjithmonë kam thënë, na sfidoni neve kryetarëve të komunave. Bëni projektet e bukura, barierat që i kemi, pastaj ne jemi ata që duhet me tregu guximin politik me vendimarrë, sepse rolet janë të ndara. Profesionalizmi ka veten, vendimarrja politike ka veten. Ne kemi bërë këtë simbiozë të profesionalizmit me guximin edhe me vizionin politik. Shiroj shumë sukses. Shëndet dhe suksese në projekte të bara, në punën kjo valë e inspirimit do shkon edhe andej. Unë po besoj që kur të vit takoj atje do të shohim një projekt bukur për Çajir. Faleminderit shumë.